Edhe lideri vetë është në fund të ditës një qenie humane që ka nevojë për emocione shpirtërore dhe në këtë pikë zoti Nano ka arritur të tregojë një dimension që pak burra në Shqipëri e tregojnë. Kanë mbetur rreth 70 minuta deri në mbylljen për homazhet nga ana e qytetarëve, por kjo radh, kjo mbështetje, kjo dëshirë e qytetarëve që janë qytetarë të thjeshtë, dhe ti Nora nuk i njohim, por interesi i tyre për t'i dhënë gati 70% e tyre i njoh, sepse vijnë nga fusha akademike, po të bëja se cilët ishin kategoritë deri tani që kam parë. Kemi nga fusha e artit, nga fusha akademike, nga fusha gazetarisë, kemi nga fusha ekonomisë, kemi shumë ekonomisë, profesorë të ekonomisë, kemi nga fusha e po shohim dhe eksponentë angazhuar në Partinë Socialiste. Pra, sigurisht kemi antarë të Partisë Socialiste, një pjesë e tyre janë ata që kanë qenë që para viteve 90 dhe që më pas por edhe të rinjtë angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste. Bravo, të rinjtë e strukturave të Partisë Socialiste. Zoti Braçës në këtë moment, deputeti i Partisë Socialiste, një ndër, në mos them i pari që reagoi me njëherë pasi u bë publik lajmi që zoti Nano ka ndërruar jetë. Ishte i pari që shkroi një mesazh mbushtimi dhe lamtumire për zotin Nano, ndërkohë që sot i qetë, i pashëqyruar nga asnjë nga eksponentët e Partisë Socialiste, drejtohet i vetëm. Dhe më themi pikëlluar drejt arkmortit të zotit Nano. Ky moment. Dhe mos harrojmë që Erioni është zoti Braçe, pra është një nga personalitetet e Partisë Socialiste. Duket i prekur, dhe çojmë nëse do të